tashmë do të shkojmë në një komunikim të drejtë për drejtë me Mola Lukun në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të kuptuar pak më shumë se si, le të themi, janë bërë deklaratat e fundit, tashmë që janë numëruar të gjitha kutitë e votimit me të fundit me atin që shpalli edhe fituesin e vet. Mirëmëngjes Mola. Mirëmëngjes Mola. Mirëmëngjes Birkena, mirëmëngjes Flori. Tashmë që le të themi u mbylli gjithë procesi i votimit. Ne kemi parë Ilirian Celibashën, i cili ka dalë vazhdimisht, ka thënë se nuk ka patur problematika qoftë në procesin e votimit, qoftë në atë të numërimit, por pas përmbylljes zyrtare, ka tashmë një reagim zyrtar nga KSZ? Nuk e di nëse na dëgjon Mola, po japim edhe pak kohë sa të bëhet ky komunikimi drejt për drejt. Mola, më dëgjon? Do doja edhe një herë të sigurohem që më dëgjon qartë në mënyrë që të artikuloj edhe një herë pyetjen dhe të kemi përgjigje nga ana jote. Më dëgjon? Mirë, kemi një problematik në komunikimin e drejt për drejt me Mola Lukun, e cila është pozicionuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që prej ditës së djeshme. Mola, më dëgjon? Ndoshta tani jemi më të qartë në lidhjen tonë të drejt për drejt? Sigurohem që më dëgjon mirë në mënyrë që ta ripërsëris pyetjen apo patë mundësi ta dëgjoja? Edhe një herë ju lutem. Po, atëherë, ti ke qëndruar gjatë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i kemi dëgjuar dhe i ke raportuar gjitha këto deklarata të bëra nga Ilirian Celibashi, por tashmë ne kemi një rezultat zyrtar në të pesta bashkit. Çfarë thot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Ka dalë me një deklaratë zyrtare mbi gjithë ecurin që ka patur qoftë procesi i votimit, qoftë ai i numërimit. Deri më tani është ende herët për të dhënë një deklaratë nga kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për shkak se sapo ka dalë dhe rezultati përfundimtar të bashkive Brikena dhe për këtë arsye pritet që krye komisioneri të jap një deklaratë për mediat ndoshta ditën e sotme, pse jo dhe ditën e nesërme. Le të themi se ka qenë një rezultat i një fitoreje të thellë të Partisë Socialiste, ndërkohë që krye komisioneri Ilirian Celibashi pavarësisht pjesëmarrjes së ulët në të pesta bashkit për të votuar për kryebashkiakun e tyre të ri, e ka cilësuar si një le të themi proces të suksesshëm, duke u nisur dhe nga teknikalitetet e bëra nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Rezultati ishte i qartë, Partia Socialiste fitoi bindshëm, ndërkohë që kryekomisioneri Ilirian Celibashi është shprehur se këto rezultate dhe kjo punë e bërë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë këtyre ditëve ka qenë le të themi i mirë bërë, ndërkohë që një risi e re ka qenë dhe inteligjenca artificiale e përdorur në disa qendra votimi, më saktë në disa qendra numërimi në bashkinë e Tepelenës, ku kanë ndihmuar dhe për votimin, duke pasur shumë një rezultat dhe nga votimi manual, por gjithashtu dhe nga ndihmesa që ka ardhur nga kamerat e inteligjencës artificiale. E qartë. Mirë, duke se gjithë procesi është përfunduar, kështu që besoj, nuk e di nëse do të ketë në një deklaratë të radhës, çfarë është thënë nga KSZ Mola. Apo e quajnë të mbyllur këtë proces, le të themi, të kontrollit, monitorimit që i kanë bërë dhe nuk ka pretendime, qoftë edhe nga palët kundërshtare. Kemi një shkuputje me Molën, e cila në fakt qartë bërja të raportimin e saj, pasi e kanë ndjekur gjithë zhvillimin që është bërë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe monitorimin që ata kanë bërë me këto raportimet e Ilirian Celibashit, i cili ka theksuar se si procesi i votimit, po ashtu dhe procesi i numërimit ka patur një mbarvajtje pa problematika, kështu që e falenderoj Molën, e cila na u bashkuan në komunikim të drejtë për drejtë, duke qenë se edhe kohë nuk kemi shumë.